Haxhi Dede Edmond Ibrahimaj, kryegjyshi botëror i Bektashinëve, në ditën e Sultan Nevruzit ka uruar mirësi për të gjithë qytetarët, ndërsa bëri thirrje që të luten për paqe. Mesazhi që sot duhet ndaj me ju, të nderuar, është ta dojmë më shumë njëri tjetrin dhe Zotin, sepse vetëm të mira vinë prej Tij. Të ecim për gjatë jetës suaj në rrugën e drejtë të së vërtetës. E të jemi falënderues e mirënjohës ndaj bekimit të Zotit. Këto ceremoni fetare janë bekime që në bashkojnë në mënyrë që të ndjejmë njëri tjetrin më afër, në dhimbje, lumturi, sëmundje, shëndet, hidhërimi e gëzime. Zoti na do të bashkuar, jo vetëm sot, por për gjithmonë. Njeriu më i mençur është ai që di të falë, pavarësisht se ka mundësitë të akmeret. Ndaj kjo jetë është dhënë nga Zoti për të qenë të vërtetë, të denjë, të pastër me veten dhe Zotin. Në këtë rast, unë ushëlloj dhe vëllezërit e mi në Maqedoni, që ishe në atë tragjedi të madhe që ndodhi para ca kohësh, u japi familjeve ushëllim për të lehtësuar dhimbjen dhe për mos ndodhin më gjëra të tilla, të jemi të kujdesshëm për fëmijët tanë, për gjithë njerëzimin, që të ketë paqe, dashuri dhe mirësi, dhe jo luftra, hakmarrje, gjakmarrje. Zoti vendor dhe na bekoft për një paqe të përgjithshme. Urojnë të ditë të shenjtë që paqja dhe siguria e jetës të mbështetojnë në gjithë botën. I lutem Zotin që të shpëtojë çdo jetë e të pretë të paqe, çdo shpirt i humbur padrejtisht në luftë. Dita e Nevruzit është një festë e shenjtë për komunitetin bektashi dhe ndërkohë që shumica e botës e feston me 21 mars, në Shqipëri ajo festohet një ditë më pas në 22 mars. Kjo festë është e njohur ndërkombëtarisht nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si Dita Ndërkombëtare e Nevruzit. Sot kjo ditë përkon edhe me 31 vjetorin e rihapjes së kryegjyshatës botërore bektashiane, event ku mori pjesë edhe Nën Tereza. Urime në këtë ditë për festën e Sultan Nevruzit kanë ardhur edhe nga krerët e lartë të politikës së dhe shtetit, presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe kryedemokrati Sali Berisha.